Mangësi në aspektet të ndryshme në raportet financiare vjetore të partive politike kanë evidentuar auditorët e kontraktuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Në raportin e lëvizjes vetëvendosje, parti që më 2024 kishte deklaruar të hyra 2.3 milion euro dhe shpenzime 1.8 milion sish, theksohen dy çështje kryesore. E para, mungesa e dokumentacionit të rregullt në disa raste të shpenzimeve dhe e dyta, mos deponimi i të hyrave nga antarësimet në llogarinë bankare. Te partneri i koalicionit të LV-s, Partia Guxo, auditori përmendi dy probleme: mungesën e dokumentacionit për selinë qendrore dhe mospërfshirjen e aktivitetit financiar në pasqyrat buxhetore. Te kjo e fundit, theksohet që pasqyrat për vitet 2023 dhe 2024 nuk reflektojnë asnjë aktivitet financiar përveç gjobave të shqiptuara nga KQZ, pavarësisht se subjekti ka pasur aktivitete të zhvilluara gjatë këtyre periudhave. Partia Demokratike ndërkaq deklaroi të hyra në vlerë 1 milion euro, ndërsa shpenzime në vlerë 941.000 euro. Në raportin për këtë parti, auditori theksoi 4 çështje: mospasqyrimin e saktë të kontributeve në natyrë dhe shpenzimeve të qiras, mungesën e procedurave të prokurimit, mungesën e funksionalizimit të kontrollit të brendshëm financiar, si dhe mungesën e nënshkrimeve të rregullta në pasqyrat financiare. Auditori theksoi 3 çështje në raportin financiar të Lidhjes Demokratike, parti që vitin e kaluar deklaroi të hyra në vlerë 643.000 euro dhe shpenzime në vlerë 594.000 euro. E para ishte mungesa e procedurave të tenderimit për blerje, e dyta mospërmbushja e kërkesave për kontroll të brendshëm dhe e treta mungesa e dokumentacionit për zyra të pashpalosura, apo thënë ndryshe, mungesa e dokumentacionit për 8 zyra me qira. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka publikuar raportet për të gjitha subjektet politike të regjistruara.